Vrau 3 gra brenda një ore. Njeriu që tronditi Shqipërinë, Dan Hutra, dënohet me burgim të përjetshëm. Gjykata e Tiranës ka dënuar me burgim të përjetshëm Dan Hutrën pasi mori jetën e 3 grave brenda një ore. Por si ndodhi kjo tragjedi? Me 1 mars të vitit 2023, Dan Hutra kreu një sër krimesh të rënda në Tiranë, duke marrë jetën e 3 grave dhe duke plagosur 3 të tjera brenda pak orësh. Në Astrit të Tiranës plagosi 40 vjeçaren Mariana Gurakuqi, me të cilën kishte njohje të mëparshme. Masakra që ndodhi në Kodërkams të Tiranës në banesën e ish-bashkjetuesës së tij, Elena Hysa. Huta vrau me armë zjarri me vlute Hysën, motrën e Elenës, si dhe plagosi 35 vjeçaren Elena Hysa, si dhe nënën e saj 60 vjeçe Kujtime Hysa. Masakra e Dan Hutrës ndodhi në mars të vitit 2023. Ai fillimisht kreu plagosjen me thikë në zonën e Astritit dhe mëtej gjakftoft udhtoi drejt zonës së Paskuqanit, ku qëlloi me armë zjarri fillimisht në banesën e prindërve të ish-bashkjetuesës dhe më pas në familjen e një të burgosuri që e kishte njohur në Drenov. Dan Hutra kishte bërë edhe më herët burg për vrasjen e një gruaje tjetër, Dafina, e cila ishte bashkëshortja e tij e parë. Ai doli nga burgu në shkurt të vitit 2023, pasi ishte arrestuar për dhunë në familje dhe kishte vetëm 1 muaj kohë për të përgatitur masakrën.